Një pyetje që kjo ndoshta do t'i prek pak zëdhata të cilët e mënjanojnë çështjen e besimit, duke do të cituar se nuk kemi nevojë për besim. Pyetja është ata mund të kemi reformë shoqërore pa reformë shpirtërore. Shikoni, çështja e reformës është një nocion shumë i gjarë. Dhe nuk mund ne bashkë ta kufizojmë kështu edhe përgjigja tjetë po jo, se do të gabonim. Por ne themi se kjo është një proces. Reforma dhe mbaret çfarë nënkuptohet me reforma. Tash, çdo gjë fillon të ajo shpirtërorja ose të edukata, që themi. Ne mund edhe të bëjmë reforma në letër, mund kemi një orientim pro reformë, por derisa nuk kemi të edukuar breza për atëherë ato reforma pikpjekje sa mund të jenë efektive. Këtë do ta ilustrojmë me një shembull. Thuhet se kur e kanë ndërtuar kinezët murin kines, normalisht kanë vënë edhe rojtar në mur, në disa pjesë të murit ku ka pasur dyre kështu me radhë. Dhe pa armiqet e tyre, pra palët tjera që kanë qenë të interesuar të futen brenda e kanë parë janë gjetur para këtij muri shumë të madh. S'kan pasur metodë si të futen. Do të thotë as fizikisht s'kan mundur të futen. As me armatim nuk kanë mundur të bëjnë gjë, se aq mund të arrije një shigjet ose mjetët që i kanë pasur atëherë. Mirë, po çka kanë bërë? Këta i kanë korruptuar rojtarët që kanë qenë tek muri. Dhe u kanë hapur dyert dhe janë futur brenda dhe pastaj atje kanë arritur do të thotë të bëjnë kërdi. Çka do të thotë ky shembull? Ata kinezët faktikisht e kanë ndërtuar murin, kanë bërë mund të themi kështu një reformë këtë drejtim, por nuk i kanë ndërtuar ata të cilët i kanë ruajtur dyert të muri. Ky është problemi, nuk i kanë edukuar. Dhe mos edukimi ka prur që edhe kjo që kanë bërë, kjo arritur e madhe e tyre të bjerë dhe mos të ketë efekt. Dhe përsëri të futen armiq, të futen brenda.